Mbrojtja e kryeministrit është puthja Judës për Dash Sulën, i cili ka karrierën e tij, por hapi që bëri të rjeshtohet me opozitën e opozitës, pra de facto me një pateritë të Edi Rams, nuk është zgjidhja në vlerësimin tim. Si e kupton të Demalia, Rama i ka dhënë puthjen e Judës? Unë nuk mendoj që është puthja e Judës, por edhe në qoftë se Rama e pas ka bërë me këtë qëllim, unë sot isha me Dash Sulën në një televizion tjetër, thash, domethënë sa i besueshëm mund të jetë Dash Sula në momentin që i shërben deri sekondën e fundit, si njeri besnik, jo për çështje principale o për funksionimin e demokracisë në parti, dhe kjo nuk ishte vetëm ke Dash Sula, kjo ishte ke gjithë deputetët